Ja kemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes deputetit Partisë Socialiste zotit Pierre Indreu, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes Indreu. Që e pranove ftesën. Miratuat dje në kuvend ligjin për importin e mbetjeve, një ligj që u rikthye, aleat që u larguan nga salla, 63 vota pro. Kam përshtypjen se mund të mbani dhe një lloj kostoje elektorale pikërisht për këtë miratim të këtij ligji me protesta për jashtë parlamentit. Kam frikë se ka një keq kuptim në opinionin publik. Nëse ne kemi kundërshtuar para 3 vjeçë, kemi kundërshtuar se filtrat e kontrollit kanë qenë pothuajse zero. Domethënë në Shqipëri do vuçin po flasim kështu në gjuhë vulgare plera pa limit dhe pa kontroll. Që është një industri që ekziston dhe nuk e kemi shpik ne. As nuk e sollëm ne, as nuk kemi të parë ne që e aplikojmë. Problemi është që filtrat e kontrollit tashmë janë të forta, ku përfshin edhe shoqërinë civile, çdo person i cili do të interesohet dhe të shikojë se si e qysh. Dhe pikat e kontrollit kalimit ku kalohet janë të kufizuara, nuk ka më kështu. Jo kudo. Pra, nuk është e njëjta skem, nuk e kuptoj si mund të bëhet analogji me ligjin e Partisë Demokratike, s'ka lidhje fare. Ai ishte një ligj komplet me dyer hap, ku hyte derrje dosa bashkë dhe nuk merrej vesh se çfarë do bëhej. Nëse sot është, më falni, tani unë nuk jam specialist i fushës dhe nuk teknikisht gjërat tinta nuk i interpretoj dot, tim realist, por ama atë që di dhe që ne i kemi qenë shqetësuar dhe ne si deputet, ka qenë filtrat e kontrollit. Nëse do bëhet, po çfarë filtra kontrolli do ketë? Dhe mendoj se që nga individi, shoqëri civile, gjithkujt ja lënë drejta që të shkojë dhe të media se gjithëve të vlerësoj situatën në vend. Nëse do ketë deviacione nga ajo që është shkruaj. Kjo është për tu përshëndet dhe nuk është tabu. Si e kemi kritikuar, kemi bllokuar sepse ka qenë një ligj skandalos. Zoti Indreu, edhe unë nuk dua të merrem pikër me terma konkret, t'ja lëm ambientalistëve, shoqërisë civile atë gjë, por ajo që më përshtypje është se ju këtë e keni përdorur në 2013 si një kartë fort, të cilën ka qenë, po, ja ta përfundoj logjikën, të cilën ka qenë në vendimet e para që ju keni marrë. Pse nuk e menduat në atë kohë që thjesht i bënin ndryshime këtij ligji, i cili vetvete që nga shumë i mirë, por vetëm filtrat që nga ato të cilët bëjnë diferencën, nga mafiozë që ishin atëherë është shumë të mirë. Nuk është pranuar absolutisht asnjë opsion i opozitës, absolutisht. Në logjikën e sjelljes politike të Partisë Demokratike ka qenë që çfarëdo që thoshim ne nuk ka marrë parasysh, ne më thuani një rast kur ka ndodhur. Ama jo pasherë do t'ju në pushtet, ato që sollën ata thjesht i kishit bërë ndryshime, mos. Po jo, të lutem, nuk e ato bëm, ne kemi bërë ndryshime dhe kemi vendosur filtrat e nevojshëm për ta kontrolluar dhe për të heqë disa mundësi dhe të lëndëve radioaktive që mund të vinë me këta. Domethënë nuk ka shans. Nuk ka shans sepse edhe në qoftë se ne bëjmë, ne kemi lënë gjithë hapësirën e duhur shoqërisë civile dhe kujdo media se shkojë aty dhe ta kontrollojë. Pra kjo është pozitive. Është tjetër gjë ligji që kishte Partia Demokratike, është tjetër gjë ligji që është miratuar dje. Njerëzit sensibilizohen se nuk e kuptojnë dhe propaganda bën të veten, mundohen të bëjnë të vënë shenjën e barazimit mes atij projekti që kishte PD-ja dhe shoqëria civile, ata të cilët e kundërshtuan atëherë vazhdojnë ta kundërshtojnë edhe sot. Unë mendoj se një pjesë e shoqërisë civile është nga qëndrimi i PD-s ka ndryshuar. Janë një pjesë janë në impaktin e atyre dhe nuk kanë pse ndryshojnë të Partisë Demokratike dhe janë grupi i Ishin po ata të cilët janë ato të kandidatorëve ca, janë ato teoritë e famshme të këtyre që nuk lën as me bën me vujë gur. Janë ata që i sulën sheshit në Tiranë, se s'lën gjë pa bë. Ne këtu jemi. Ne dim se kemi ka i batalionë edhe Partia Demokratike që i mobilizojnë si rastësh, Po është një tipat e lënë që ishte edhe në 2013 kur ishin ata. Partia Socialiste para opinionit publik është e qetë se nuk po bën një gjë që s'është bërë askund, por ai pretendim që ka pas në 2013 dhe për cilin u anulluai ai ligj. Për cilët atëherë i quajtur mafioz. Po nuk ekziston më, se s'ka lidhje me këtë ky ligj. Pra, lexojeni me vëmendje ligjin, se kam frikë se s'ka lexuar. Shikojeni se janë bile me një çështje tjetër, edhe për shkak të numrit votave, me LSI-n janë bërë të mundur të zbuten shumë gjëra dhe të shtohen elementet e kontrollit. Një ligj tjetër që kaloi dje po u çfokusua pak nga vëmendja ishte ai i sigurisë publike,
dekreti i presidentit që e kishte kthyer për i shqyrtim të ligj, po që kishte mbetur në Komisionin e Sigurisë për muaj me radhë për shkak të problemeve mos dakordësisë me LSI-n. Tani ligji u miratua dje apo dekreti u rrëzua dje, çfarë ka ndryshuar? Ka qenë një debat i cili ka lidhje me privatësinë, me atë që mund të fokusoshin kamera dhe mund të keq përdore nga një institucion apo nga dikush për të kundërvend dikujt. Një argument i cili për mendimin tim si relatori i atij ligji nuk duhet të ekzistonte. Është e çuditshme se si merren disa argumente dhe bëhen kështu arsye, kur në fakt arsyeja është me parandalimi i kriminalitetit, që është një arsye shumë fish më e madhe, sepse ka të bëjë me jetën, me pronën e individëve, nuk ka të bëjë me gjë tjetër. Gjitha argumentet që janë përdorur bien poshtë edhe për një fakt. Kamerat e sigurisë ekzistojnë realisht. Në 80% të atyre që parashikojmë ne ekzistojnë, por janë të pa certifikuara, janë të pa cilësi. Janë të pa lidhura me sistemin e sigurisë të Ministrisë së Brendshme. Pra janë të vendosura pa certifikim dhe dhënat që përdoren sot nuk kanë absolutisht asnjë bekim nga komisioneri i dhënave personale, mund të përdoren nga kushdo. Pra sot sistemi ekziston realisht në 80% të rasteve. Nuk ka cilësi. S'ka cilësi, nuk ka. Mund keq përdoret. Keq përdoret etj. Pra sot ekziston, është një problem që ekziston dhe ti thu, jo, po pse e disiplinon? Tash e kupton çfarë argumenti skandal është? Jo, e kupton LSI-ja, se LSI-ja ishte kundërshtar. Jo, nuk është problemi i LSI-s, nuk ishte këtu problemi i LSI-s. Po tash edhe në LSI dhe në PS edhe ka njerëz që si kuptojnë të gjëra, jo gjithë i kuptojnë. Po si ra dakord? Si është sot? Si do ta? U ra dakord sepse i la më shumë akses komisionerit dhënave personale që të marrë pjesë më shumë bashkë me Ministrinë e Brendshme që në certifikim edhe në kontrollin e saj. Po privatësia në këtë mënyrë, se privatësia është një çështje që do na Po sigurisht, po privatësia është e paruajtur sot. Sot është e paruajtur. Po duhet kishte mekanizma për të na ruajtur privatësinë. Dhe po të lutem, kjo është një masë parandaluese dhe për të parë qeveria me anë të Ministrisë së Brendshme tenton të influencojë në masat parandaluese para se krimi të ndodhë. Në praktikën botërore ky quhet parandalim situacional. Kamerat e sigurisë, urat e kontrollit, sinalet e alarmit janë pengesa të cilat ngrihen në objekte që specifikisht mund të jenë për nga mënyra e organizimit, për nga shërbimi që afrojnë, mund të jenë në high risk për të goditur nga krimi. Për shembull, nuk është një lloj tashti, nuk është një lloj si një magazin çimento apo një magazin kashte me një magazin të produkteve ushqimore apo ku mbahen vlera apo një dyqan floriri. Nuk është një gjë. Nuk është një gjë, një pub me një lokal të hapur. Pra dy koncepte të ndryshme në këndvështrimin e elementeve të sigurisë. Atëherë kamerat e sigurisë nuk bëjnë gjë tjetër vesa dekurajojnë elementet kriminal që të veprojnë. E stepin ato. Dhe nëse ndodh, janë një element plus për ta zbuluar sa më shpejt ngjarjen. Këtu kemi qenë dëshmitar sa herë ka ndodhur ngjarje, edhe në kohën e Partisë Demokratike, edhe në kohën tonë, janë sul sistemit kamera. Kanë qenë element të parë në pamundësi për të njohur kush është autori i kriminale, po, o burra janë sul pa absolutisht pas i ligj, pas i rregull, fare. Dhe ne tentojmë ta disiplinojmë dhe ta stimulojmë këtë, që duke i certifikuar duke pa. Do të bëj edhe një shpjegim sepse ka shumë të recent, sidomos në parlament dhe unë mbrapa me thash. Kur vjen puna me fy policën, po flet si policë, kur vjen puna me bë policin, nuk na lën radhën ne ta bëjmë. Gjithë janë bëu kështu, a bëri sport shumë i dashur. Kjo historia e kriminalitetit, sot ka një trajtim të llojit krim në zonat urbane dhe krim në zonat rurale. Janë dy koncepte komplet të ndryshme, nuk e gjon fare në Shqipëri, e kupton sa dhimbshëm është. Krimi në zonat urbane është problemi më i madh në botë. Rasti Meksiko është rasti më skandal ku mbi popullimi i teskajshëm i kryeqytetit të Meksikos ka nxjerrë jashtë kontrolli komplet situatën kriminale. Por jo në përmasat e asaj, por edhe në Tiranë. Sot kemi një problem shumë të madh. Krimet kundër pasurisë janë në rritje, pavarësisht nga konteksti politik. Ka qenë PD apo PS, janë në rritje po them. Vjedhje.
Në pafund. Se vjen kjo? Urdhë? Bëhet një analizë e situatës pse kemi një Po pikërisht mbi bazën e kësaj analize, po ta them unë analizën se Tirana ka dënsinë më të madhe të popullatës. Për shkak të lëvizjes demografike të pakontrolluar, Tirana është mbipopulluar. Duke qenë sa mbipopulluar, territori ka dënsi të madhe popullate, por popullata e ka të pamundur që të gjejë vetëm rrugët legale të sigurimit të mjeteve të jetesës. Në një territor ka një problem, ka problemi nr. 2, duke qenë sa është mbipopulluar, ka një shtrezim social që vjen me shumë pasur, shtesë mesme, të varfër, shumë të varfër. Po mi qëllon që ti me një pallat mund t'i kesh të gjithë të shtesa sociale. Në tendencë për të pasuruar dhe për ta kopjuar atë që është i pasur, shtesat e varfëra, shpeshherë gjejnë rrugën e krimit. Po kush rrezikohet në këtë mes? Ai pra që është i pasur, që është biznesmen. Dhe fokusi i goditjes së krimit është biznesi. Sepse për shkak të zhvillimeve, edhe përqendrimi i biznesit është më i madh në Tiranë. Edhe në rrethe Durrësi, Shkodra, Vlora, Ju thatë Meksiko, po opozita thotë jemi kthyer në Kolumbi për Ashashit. Dgjoj, unë mora për analogji, tash më vjen shumë keq. Unë mora për shkak të lëvizjes demokratike të dënsisë popullatës, nuk e mora për logjika. Logjika me logjikën fal, mund ta shtjelloj këtë se s'e kam marrë akoma. Patjetër, se kam dhe një pyetje pastaj. Me logjikën e opozitës jemi kënaqë 8 vjet, çfarë s'keni bërë 8 vjet me ata, është problemi ju, jo imi. 8 vjet këtu kemi qenë, edhe i kemi pa. Tani, ka një problem tjetër. Në Tiranë është numri më i madh i trafikut. Dënsia më e madhe e trafikut. Është numri më i madh i aktiviteteve sociale, kulturore, sportive, politike në ditë. Përveç se jetojnë 800.000 banorë, janë edhe 200.000 tjerë që hyjnë e dalin gjatë ditës në Tiranë. Dhe gjitha këto bëjnë atë që është shumë e vështirë të kontrollohet territori me policë. Kush mendon se territori e kriminaliteti në zona të tilla të mbikarkuara urbane kontrollohet me policë gabon rënd. Dhe duke bërë këtë gabim, jo vetëm që nuk investon dhe nuk thot asgjë në luftë kundër krimit, por e fut në caulli të pasgjithshme. Si bëhet sipas? Po sepse gjithë prapa merren masa parandaluese, ndërtohen shërbime dhe alternohen me masa të këtij lloji që thash unë, që të paktën biznesi. Ata objekte që certifikohen se janë në high risk dhe kanë probabilitet për të sulmuar nga krimi, duhet investohet në kamera dhe mjete tjera. Pra është parandalimi situacional, që situata vetë e objektit ta imponon marrjen e masave. Tashmë edhe me ligj është rregulluar. Më qartë, ta flasim më qartë. Këto trajtime nuk dëgjohen sepse ka një argument për çfarë i vë kamerat dhe ku i vë kamerat. Ti nuk po i vën fshat, në zallë bastar për shemb. Po se si vese s'është e nevojshme me bu. Pra janë dy koncepte të ndryshme. Jo, ka edhe fshatra të cilët janë në Ashash dhe ndoshta do bënin punë kamerat. Tash do ta banalizosh debatin ti tash apo kalojmë te Ashashit tani. Do ta banalizosh debatin e Barahajta banalizon tash. Opozita thotë e keni kthyer vendin Kolumbi nga Ashashi. Tash ti shqyr zotit si opozita ju ka mbush merin me folë që ajo ju, gazetarëve. Në vendi ka qenë mushur me Partia Socialiste e ka marrë situatën e Ashashit në shifra të frikshme në 2013. Lazarati të është datë kërë? Lazarati dhe gjithë Shqipëria. Të gjithë Shqipëria janë 51 raste vetëm qarkun e Shkodrës në 2013. Po nuk fliteshin, nuk thueshin, nuk publikoheshin. Po e thueshin, ma këtu keni qenë, po i keni harruar. Jo, ne s'kemi harruar asgjë. Jo, i keni harruar se po m'fal. E keni pas menin të tjera gjëra sepse jemi kënaqur me opozitën, ne jemi kënaqur me opozitën, opozita është për ta qeverisur. Më lër të flas. Në gjithë procesin e luftës kundër kriminalitetit ka një problem që ne kemi pranuar, kryeministri e pranon dje dhe ministri i Brendshëm. Ne nuk është se kemi fituar këtë luftë. Është një problem shumë i madh për ne, por ne po vazhdojmë ta luftojmë me gjithë kapacitetet e nevojshme. Po mimo, si mendoni ju se vetëm me policë do bëhet kjo? Jo, me policë nuk bëhet, po ju deri tani vini thesin të parandalimit. Pse se keni parandaluar? Të lutem, po nuk e parandalon vetëm policia, kush ja ka thënë? Pse policia do parandaloj? Po di se keni shkuar një ditë në një komisariat policie, e dini se çfarë dinamike ka një komisariat policie në ditë apo se dini? Po sa ngjarje ndodhin dhe sa të tjera tentohen të ndodhin dhe policia është aktive për t'i parandaluar dhe për shku.
Po pse më vetëm ashashën merren policë? Çfarë policë? Kështu, po pushtetin lokal çfarë bën? Po po individi çfarë bën? Vendet e tjera në rajon si deputetët e opozitës, po si nuk keni një problem ju? Vendet e tjera në rajon si Adel, Maqedonia, Kosova, Malizi që parandalojnë dhe krimet. A mundi të flasim? Dhe ka rende edhe më shumë, po nuk ka dhe ka shumë. Po jo më nuk janë parametrat e rendit ashtu sigur thoni ju. Keni shumë gabim. Dhe se na i bot kështu. Po raportet ndërkombëtare Shqipëria nxjerrin vendin e dytë në botë. Jo, po nuk është ashtu. Jo, po s'është ashtu. Po si raportet ndërkombëtare janë në përmirësim të përvitshëm. Departamenti i Shtetit Amerikan e ka të evidentuar pas 2013, 2014, 2015 përkushtimin e autoriteteve shqiptare në luftë kundër kanabis. Mjafton përkushtimi. E ka të evidentuar. Mjafton përkushtimi, okej, dakor. Nuk e mohoj që Ora, po flasim, se ju po flisni me fjalët e opozitës. Opozita thotë opozita thot, pa i kapi Partia Italia 5 tona shashtë. Të lutem, opozita thot. Policia thot 1.500.000 rojnë deri në gusht. Edhe çfarë? Çfarë shifrës kjo? I kemi azësu pra, si gjë. Po pra, fakti që kanë ekzistuar. Po që kanë ekzistuar, pse si mendon ti se ke zero ekzistencën e kësaj, si mendon? Po tani edhe 1.500.000 rojnë janë shumë. Po kemi marrë më shumë se aq, edhe në shifra janë shumë më pak se sa kanë qenë. Nuk janë publikuar po ka një propagandë që opozita e ka, pse nuk flet për kriminalitetin më, pse nuk flet për vrasjet më, pse nuk flet për asnjë aspekt kriminalitetit, se gjithë aspektet e kriminalitetit janë në rënje. Tani biznesmeni iku me ata lutem më mandas se nuk merret me një rast nuk gjikohet kriminaliteti me një vrasje me një rast tash. Kriminaliteti merret, e dini çdo thotë kriminalitet me përkufizim, se s'keni faj ju, nuk e din as parlamentar aty. Është numri i veprave penale që ndodhin në njësinë e kohës, në një territor të caktuar. A ka më shumë vjedhje? E mund ta marrësh jo, ka më pak. Ka më pak vrasje, ka më pak vjedhje me dhunë, po ka shumë më pak. Dhe në fakt nuk munges të argument, dhe këtë i ka bëu policia. Po ju sa po tham para që ka më shumë dhe prandaj duhet dhe ligji ka janë 2-3 vepra penale. Se ju në i argumentuat që parë, që ne ju dëgjuam me shumë vëmendje dhe kishit drejt që tha që janë shtuar. Unë ta mirë kuptoj paditurin që ke në problemet kriminalitetit, po unë të thash 2-3 vepra penale. Unë ju dëgjuam me shumë vëmendje pak më parë ku tha që janë rritur. Të flas për kriminalitet dhe për 2-3 vepra penale janë dy gjëra të ndryshme që duhet i kuptosh. Dakor? Mundet në kriminalitet që 2-3 vepra penale të jenë në ngjitje dhe kjo është krejt normale në gjithë vendet e botës. Dhe unë thash vjedhjet e banesa dhe vjedhjet ndaj biznesit janë në rritje në zonat urbane, jo në tërësinë e territorit. Po flasim për kriminalitet në tërësinë e territorit, tash më nxjerr. A folën për Tiranën? Po pra, pikërisht. Po flasim për Shqipërinë, tash nuk është një gjë. Tash ti o trim te Tirana dhe trim edhe ashashën e Tiranës ose flasim për gjithë Shqipërinë? Jo, flasim për kriminalitetin në Tiranë dhe ashashën gjithë Shqipërinë. Unë fola për një krim që ndodh në Tiranë, ti më thon gjithë Shqipërinë, por nuk është një gjë. Këtë ishmin në kohën e Partisë Demokratike nuk e kishim dëgjuar për shembull që dje një Lazarati. Po. Lazarati ka qenë një industri organizuar ku territori ishte i pashkelur. Sot nuk ka territor të pashkelur. Shumë dakord. Është një territor, ju vetëm se vëni alarmin për dy gjëra. E para që kryeministi thot, ish kryeministi thot, që unë e disha dhe e lash vetë. Edhe ish ministri Brendshëm, që është kryetari i opozitës Mram, në të opinion, të njëjtën gjë tha. Ne e lam tha se punë e madhe. Po e lan, po kanë marrë votat për Partinë Demokratike aty gjithmonë, to zotërit. Është territori i njohur në impaktin e det për det të Partisë Demokratike. E kanë lënë me koshiencë. Domethënë to i kanë lënë një industri kriminale vendit me koshiencën e vet. Po është duken, po si. Po këtu është. Ore lufta vazhdon, nuk është, ore si që ka keni, më fal, dini në një krim që është ezauruar me aksion, me orë pune, po nuk është kanal që hapet me orë pune lufta kundër krimit të tij. Pra, lufta vazhdon. Ne kemi shkatërruar ekonominë më të fortë dhe bastionin më të fortë të krimit për sa i përket ashashit. Po lufta s'ka mbaruar. Lufta vazhdon. Përpjekjet e trafikantëve do bëhen dhe kanë edhe një shpjegim tjetër. Sa më shumë shpresohet lufta kundër krimit, aq më shumë sofistikohen format e krimit dhe trafikut. Tash nëse ne do pretendojmë se do trafikohet me mushka prapë si para 10 vjeç, kjo nuk ndodh sot. Normalisht trafikantët do mendojnë për forma më të sofistikuar se kjo ka ndodhur në gjithë botën në proces. Lufta kundër drogës nuk ka fituar askund që ta dini ju. As edhe një shtet në botë sot
nuk mund të pretendojë se luftës kundër botës e ka fitu. Opozita joni, jo se ka fitu, po se ka idenë se fitohet. Përpjekjet e tona janë maksimale, por kjo nuk do thotë se ka një orë pune, një limit, një ditë. Ai që gabon që e thotë ketë, ta marë edhe ta gjejë se si. Do të ketë një strategji tjetër për ta luftuar. Kjo është problem, po. Është në rrugën e duhur. Kjo është problem që ndoshta konstatimi është i saktë, ndoshta duhet një strategji më e saktë ku të përfshihen gjithë. Jo vetëm policia. Policia nuk është. Po ai kryetari i komunës dënohet. Po kryetari i komunës duhet merret. Po kryeplaku duhet merret. Po shoqatat jo qeveritare duhet merren. Po opozita, po si nuk ngeni një problem. Po si ka mundësi dalë unë si deputet i parlamentit shqiptar. Dalë tham filan vend ka ashash. Nxjerri fotografi atje. Burimi im thot, po më pse se çon burimin policit? Pse se çon dhënën policit? Një ar këtu thot, futja kot. Po edhe ju e dini Kator Lazarati, çfarë çoni policia? Është bani përgjithësi për Lazaratin atëherë se bëhet. Po jo kemi thënë më 1000 herë Lazaratin. Po edhe këta po e thonë. Lazarati ishte pjesa më vizibile në botë, tash nuk ka sens krahasimi. Më vjen keq, nuk ka sens. Unë si deputet i parlamentit shqiptar kam më shumë përgjegjësi se një qytetar i thjesht. Ne vëm para përgjegjësisë një qytetar thjesht për mos kallëzim krimi. Nëse e shef dhe nuk e denoncon, ne vëm. Po ç'më thosh ti për një parlamentar? Po si se ngrev media asnjëherë këtë. O zotëri ti që e di. Pse s'merr forcat e policisë atje, më thon, hajde shko azesoje. Po me llafe, në tym. Jo, po ka filluar. Sipas opozitës edhe ky avioni që ran. Po sipas po më thuaj, opozita e denoncoi. Më thuaj se po flet sipas opozitës, po si po tani ish ministri i Brendshëm ishte ai që tha, shikoni se u ka në avioni. Për Zotinoka, për avionin që u rrugua. Ai tha në parlament. Ka Zotinoka diet pun çat film. Jo, dakor, po. Nëse kemi mundur se ka rënë një avion, po hetohet. Çfarë problemi ka? Po hetohet, nëse del dikush i implikum, tash këto kanë pa durim, po nuk ka, nëse ka ndodhur. Nuk është çudi se mund ndodhe me avion, thash, sofistikohet, format të trafikut, sa më shumë. Riformato e vërteton këtë që ndodh me. Nëli, sa më shumë ashpërsohet lufta ndaj krimit, aq më shumë trafikantët mendojnë dhe gjejnë forma tjera më të sofistikuara për t'i shpëtuar. Mjete më të shpejta, rrugë më me pak kosto, më me pak rrezik. Kjo është një luftë që dihet se çfarë bëjnë trafikantët dhe çfarë bën policia. Fatkeqësisht për shkak të industrisë së madhe të kërkesës fitimit parave, sepse funit në thelb është fitimi i parave. Fatkeqësisht, dhe kjo është problemi në Amerikë, mos harro se në Amerika është observuese e 80% të kokainës kolumbiane, dini këtë? Dhe lufta e Amerikës nuk ka cosur, por nuk ka mbujt asnjëherë dhe nuk pretendon, dhe nuk piskat kush kështu sigur në Shqipëri. Se këto bëjnë shetin ku këto janë autorët e sjelljes kanabisit. E di kur është shfaq kanabis në Shqipëri apo s'e dini ju? Në 94, 95, 96. Po kush ishte në pushtet atëherë? Atëherë kur ne se nifshin fare. Sepse ka një gjenes kjo. Tani unë të vi këtu, të bëj rrëmuje, të vi pas një 3 muaj ta mëngjoj se ju bëni rrëmuj këtu, ka marrë me vendosje qetësi. Po kush e bëri rrëmuj? Është amorale të flasësh, të akuzosh, është morale që t'japsh recet të ndihmosh. Sot nuk duhet të konstatoj askush, as deputet. Ne kemi folur me shifra, kemi bërë opozit, kam qenë në opozit, kam qenë kryetari i Partisë Rreth të Tiranës. Dhe kam qenë një ndër autorët e përpunimit të statistikave, pavarësisht se i kishin fshehë dhe i merrshim në rrugë ilegale, sot i ke publike, të statistika të krimit. Dhe kemi folur me statistika. Më thuj një herë kur opozita ka folur me statistika krimi. Më thuj, asnjëherë. Asnjëherë. Nuk i nxjerr statistika, sepse statistikat flasin për ulje drastike të kriminalitetit. Po nuk i nxjerrin Kastile sepse nuk kanë çfarë tregojnë. Ne do falenderojmë Mina. Ishte shumë kënaqësi. Në limit kohe ishte Pierin Ndreu, deputeti i Partisë Socialiste, folëm pikërisht për aktualitetin, sidomos për çështjen e kamerat sigurisë, hashashit, si dhe të ligjit mbetjeve që u miratua dje. Ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Edhe për këtë javë ne do të takojmë të hënën në 7:05, kalofshi një fundjavë sa më të parë. Mirupafshim.